Aty ku e pretendon ti, unë zakonisht, apo ma mirë me thonë gjithmonë gjatë jetës tem, është që kom punu për një rreth të ngusht, nuk kom synu me mdarë gjithë. Bile një kohë normal kom pas etheve kom marrë pjesë në festivalet ndryshme, bile shpesh e thëmë këto deri sa musha men. Edhe janë nisa me knu edhe që tash boj muzikë bashkë me Armin edhe në për darsme, në për mrame ndryshme, tash e sa ku. Normal që ma mirë paguat kjo muzika popullore, ku na jemi të bo, mirë po na nuk bojmë vetëm popullore, bojmë edhe zbavice, edhe vjetër qytetare, kështu që gjitha mramjet, po edhe darsmat, sot janë bo show edhe po duhet mi pit gjitha zhandret e mundshme. Një loj zhandre, e vërtit. Kështu që se kam atë problem, dhe thonë se cili e ka çmimin e vetë, edhe se cili është menaj që duhet me koni lumëtër me qatë sa merë dhe qatë sa paguat. Okej. Historia më çuditshme që të ka ndodhur në një dasëm? Histori që detshme ka pas, mu zakonisht na jena bashkë me Armendin edhe kështu që një gabim tekst ose diçka që të bojmë njoni. To e normale, besar. Unë jam qaj që s'muj më nalë të kish, po aje vazhden zakonisht. Historia ma që detshme që edhe kjo e normale, shpesh zakonisht në përmramje ka shumë ditë lindje, ndarës ma martohet njeri edhe ti më nëshme thonë urime edhe shumë tjera. Ndarës me bu me thonë që është ka rrezik, shpesh më shkon mena ashtu e nali vetëm, po nuk është që me një fejez më do këtë më ka ndodhë, tani e tharë si në hegare, i sholla s'pë nga rejnusja, po ndodhin këtu, abden, ka qatë qytetshme janë, po urime edhe shumë tjera. Personazhi VIP që nuk do doje me u shoqëru asnjëherë. Pra kush është një nga kolegët e tu që ka mjaftu veç njëherë me taku edhe nuk është se... Si di që të farë pjesën e fort, nuk e di që kom bo nëj, shto se që kom do në emra, se që kom pas diçka me krejt e kom mirë për mdukët, edhe kështu që sështë dikën që s'kisha pas qef mu shoqnu, kështu që nuk kam nëj kënë. A ke përfundu njerë në stacion policor? Në stacion policor me so... Në pandemi njerë. Në pandemi e patëm bo bashkë me Regjën këtë shokën tem që ka lokalin Strip D, po e patëm bo lokalin e ti dhe në binda, thash pandemi, hajde po him live, edhe po bojmë është ka njëri i murë dy buksa, edhe janë esëm na bënëm zhunë në pandemi mas kohës, veç kur pishojmë dhe me thonë me drita policin të na e bu, tani e morën Regjën, po në fakt tani edhe mu. O tha, ja me ke, o veç shumë një, se unë zdi që ngova këtë farë pëdalle, se ma kur nuk ndodhë. E patëm ko gjarë rëziku, në qatë farë kohë, se u konë një farë kohë. Ka qenë masat ko qatë ashpra. Na rëzikume dhe qatë kohë ishim live në për Facebook e në Instagram, kështu që se s'ka pas mënyrë tjetër me bo muzikë. Kështu që aju bo me... Kuve lezetshme, ditë me u gjinde dhe në qatë situatë, edhe pëse më su këthejf ma. Me një ku, kështu që e binda ato, po... Ja pas ke bu shirin. Tas ndodhë. Besar, qëfar nuk ka Kosova që e gjeti në Amerikë? Në fakt nuk gjeta kur gjët diçka ma të mirë. Na rastësisht me thonë edhe pëse së është rastësisht, se na aplikum për